atë që e adhurojmë dhe i ndërzohemi me dashuri dhe me madhërim. Kjo është, kur diken e duam shumë, sa që dashuria jonë ndaj tij bëhet shkak që çka të thoje e çojmë vend me qef dhe dëshirë, atëherë kjo është adhurim. Edhe këtë adhurim njeriu e ka të veçantë vetëm për Allahun Dhul Xhelal. Mirë, po çka ndodh? Ndodh që ka disa njerëz kur dashurohen një mashkull në një femër, dashuri çmendurie, është i gatshëm që çka i thot ajo më e bë, edhe nëse është në tenë në çmimi i tij, ai e bën. Edhe është i kënaqur me atë vepër që e bën. E ky njeri atëherë ka filluar të adhuron atë femër, atë krijesë. Ama besimtari i vërtet me kësi dashurie ose kësi dashurie shpreh vetëm ndaj Allahut Dhul Xhelal, që është i gatshëm të gjitha unat Allahut me qëndvend pa marrë parasysh sa i kushtojnë atij. A normalisht është interesant se kur ti e vendon ballin tënd sejdë për Allahun, domthonë e ul veten tënde derisa e vendon ballin tënd sejdë, askush pi njerëzve se nin veten në çmund. E para, edhe e dyta që është interesant, askush pi njerëzve jashtë nuk i thënë kishsa budall po vendon ballin tokë. Është interesant kjo punë, se si len Allahu kështu me menu për besimtarët. Se zakonisht domodin kjo është për ulje. Mirë, po kur kush nuk e thot kështu, pse? Se Allahu e ka ngrit këtë adhurim besimtarëve nalt, sepse njeriu tamam kur e vendon ballin e tij, pjesën më të lartë që ka kriju Allahu Dhul Xhelal në tokë, ku i ndon kamët e veta, kjo për ulje e tij Allahu e ngrit atë, edhe e ngrit këtë adhurim shumë nalt. Edhe është interesant musliman të ri kur bëhen musliman, edhe për herë të parë e vendojnë ballin sejdë, thojnë asi kënaqësie kur s'kam përjetu njëtën teme. Qysh, a ka mundësi një me përjetu kënaqësi për ullet? Po, vete për Allahun Dhul Xhelal për ullet. Në të gjitha rastet tjera, do të lere që momentalisht i vjen inati, e i vjen keq, për mas më s'flasim sa ka mu pendu, ka mu pishman. Ama besimtari kur nuk bëhet pishman për sejdën që ka bo Allahu subhanahu wa ta'ala.